Drista deponia s'po i zë bërloqet. Kriz me bërloqen të tokë, kriz me bërloqen struk. Mendojni se rastisht janë këto puna. Po ka marrë azabi i Zotit, ka marrë smuja, epidemia ka marrë. Si kemi thi ligjin e Zotit, se s'pohom sa na duhet. Duhet një buk, blej një buk. Një ditë para xhamis, në bord xhamis i Sabeut, po ju tham disave, mos zhujni buk në bord se mledhen plumbat edhe e bëjmë pis oborin. Sa hoq po na jet buka në shtëpi, po tash te shtëpia jote ta thum, lën shtëpi gruaja. Po, çështu kur ti frikësh grujës. Kështu na ndodh kur ti ndrejm pozicionet. Se gruaja që në market e ti mush 5 kolica ti një duhet. E gruaja të të blet 2 buka ti duhet gjithë buke. E kur tjetë me gjujt, hajde hoxhës bëjna pris oborin e xhamis, xhamatit falet na për bakla. Po vallajnë 400 da zgudzojt atë shtëpia me gjujt. E tash edhe në xhami zgudzon valla. Merre këtë buk me gjithë buk dil për jashtë. Edhe në xhami s'lon kështu. Ti kursia azgan shpiton dhe në xhami alo ma icën na bosh. Na du të mu bo azgonat qesës tonë, o vllaznit e mi. O musliman, a e kini vërejt se dita ditës qelen gjeltore treja, pse? Dita ditës qelen supermarketa, pse? Dita ditës qelen butiqe, pse? Se shumicën e ushqimi që e blem s'na duhet a e blem. Jemi botunë të në sy. Se kemi bo shok shejtonin. Jemi botunë të në tesha. Blem tesha që nuk na duhet, me hina për shifonjerat e tona, na për dollapet e tona. Shumicën e teshave që kemi nuk na duhet. A e veshmi njerë në vjetë apo jo? A mi i thonë, bëjni gajret gjemat për dikan, këshirë mi hoqë, ka dalaj njef ketë, a ki bu kështu. S'jam detektivune. E rifi ka zorë, një një moj, jashko shpitonde, musum loth. E pja vlajt ton shejtonit, si e mësu, maj si s'ki qef, me adhon vlajt ton musliman. O laznit e mi, vallaj kjo punë është e rrezikshme. Që kjo punë e humbë bereqetin. A e kini arru porosit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka porosit kur të hajsh ushqim, me mledh, me buk në fund, ushqimin që ka mbet në sahan, jemekin që ka mbet në sahan. Kur mas fundere ke mledh jemekin që ka mbet në sahan? Pyte vetën. As po i shikni se për dit kemi smundje të reja. 90% të smundjeve, 90% për neve që imi smund që shkem doktor, qka në thot mjeku? Ma pak dush me mojt, me hongër, dietë dush me mojt. Pse? E kemi prish kantarin, po hajmë qka pane, qka zban, sa duhet e sa s'duhet. Aso që ashtu o vlazni? Se e kemi umë kontrolën, në ka marrë për para shejtoni, o vlezër. Se s'po ko kush po ne e thot këto fjallë. Se na harem se Allah ko me na pyt, si e fitove dinarin edhe si e ki hargju. Ko me pyt, a kine haru porosin Allah të azogjel i cili thot, edhe sadaka kur t'japsh, duesh me dhonë me karar. Sadakaja i badet tët me karar jepe. Wala të pësut ha kullel bëst. Kështu thot Allah azogjel edhe, mos e qel dorën sa zban. Qele dorën sa duhet, losh dishka, për nesër me dhonë plus. Sa e sa probleme o dhe zërtila, masraf në rymë, masraf në shqim, masraf në veshje, masraf në shkollim, masraf në pushim. E shifni na vim pushimet verore, dimrore, po na dalina për Facebook për mare këto. Filan familja ka hargju 50.000 euro këtë vetë për pushim, pun të madhe pas ka po. 50.000 euro 3 shpia, 3 fukaraj këshin rehatu. E kishin bo sa të dush sejne, që kishin mujtë mu knaq me 10.000 euro si ma mirë. A i pasoniko, ti me 1.000, a i me 10.000 kalon, nuk ka problem. Pse ka dhonë zote, a me 50.000, kjo është ki i bërë me ndjemalsi. Qka e në shkacit e kësaj? Se bejpët kryesisht janë 4. E para ka thonë djetartë. E para është se e kalumja dhe e tashmja. Shumica e milionerve tonë, para 20-30 vjetë janë konë hamalat e uregurit. Papa e thamë ketë se unë e shkupjan jam këtu kum lind. E sot mundohet që me mishe me shpirt me të regu se ki kur s'ka konë fukara. Kipër. Jo be vllai, mos haro se Zoti apet kthet në hamal të uregurit. Ki me punu me kaci zall, ki me mbledh. Sikur që s'ke pas buk para 30 vjetëve, ta sill Zoti me kipër, apet mos kesh buk me hongër, mos ki frigën Allahut azza wa jall. Mos e haro të kalumën tënde. Mos e haro se ki nis me një kuti mbi të pazar.
E sot me ndonë se ti kira për qelit që e boj pasën. Mase as atë kutis ki me pas vend ku me vnu mbit pazar. Mase Allah azvëgjel, kur i men mendje madhët për para, s'ka ku shëndalat. Këni frigën e Zotit. Bëni pasonik modest, rini me muslimat me vlaznit e juve. Dhe mos aronit kalumën e juve. Mos aro se diri gjep pus me bagle i ke pas. Mos mu ban mendje madhë. Se mendje madhësia e latë shkatron. Nëse i dhnosh, hiq s'ta du parën kur kënd hiq, po ta thamë 4 sy. Banu burë, ruje malin tënë, hargjoj si kushi, jeto hapi si zengin, nuk ka problem, mos ban masraf. Mos u ban mendje madhë. E dyta, suhbetul musrifin, mos u shoshno me njerës që bëjnë masraf. Shoku masraf gjit, ban edhe ti masraf gjit. Edhe masrafi ta bje alkoholin, ta bje zinan, ta bje në komarin, ta bje idiotizmin, ta bje edhe kopratësin. Wallahi billahi xhamat. Po ju të tregoj njësen prej hasrës xhamis i Sabeu. Njësen të dini, pak janë njerëzit pasonik që gjujnë 100 euro në hasër, që aje argjojnë 100 euro ditën. Pak janë, 1 apo 2 në ndodhë. E kumë për cilë që 8 vite asrën e xhamis shdojre e pis këshillin. Sa janë ka 100 euro? Sa janë ka 1000 dinar? Shumica janë ka 1000 dinar. Qato mesatar, qato halëgjit si kur ju e une, që e ka dhonën mas shumë ti që ka mundësi. Sa janë ka 500 dinar? Shumica janë ka 500 dinar. Shumica janë 1500. Pak gjon ka 10 dinar. Pak gjon ka 100 dinar. Që të regon edhe e fukaraja 10 dinar e kalon. Për mu vallaj që e 10 dinar që osa 1000 euro. Pasha një zotë që me vlerësaj. Ta dini se gjdo e bëj dua për qata. Gjdo e thamë, o zotë këti epi milion, o Allah. A ketë shkërtin. Këto shkërta që dalin dhe hikin, e kajnë pare në gjepë, thamë, o Allah, zbut vazemrën. Baban nasip t'ja shofin hajrin dinarit vetë. Se xhamia, islami, musliman të ecin para me ato apo pa ato. Do bëjni sabër sot. Ju thash, mos fol gjatë hutbës se kimi gjit një tabull të madhe. Ringo mu. Mos se kimi bo vlla shejtanin. Mos s'kam qef ta bësh vlla shejtanin se vlla jam i jeti. Unë s'lo mu bo vlla shejtanin. Se lejoj, s'mi me flit rahat. Ringo mu çka tham. Mos rri me masrafxhit. Nëse i pasën, mos rrin klubin e pasonikëve. Hik largohu. Largohu ti e ki parën tënde, dinarin tënde, familjen tënde. Mos rri me masrafxhit. Mos e kimi apo sherin vlla jem. Shqyqër Zotit që t'ka dhonë. E ti bov 10 milion, e 100 milion, e miliardat, vetëm në gëzomi. Me masrafxhit mos rri. Hiqu prej atimve. Rri me vlazit e tu që adin kimetin dinarit. Që të të ndhem në shpina sot që i fitova 1000 dinar. Ta dish kimetin ati 1000 dinar që. E treta, hubët dhuhur. Qalëmi o vlezër. Qalëmi është sebeb që ti me të bo vla me shejtonin. Me të bo vla me shejtonin, me ta marrë në përkom dinarin tënë. Filoni ka shku në pushim 50.000 euro në 100.000 do shkoj. Filoni ka 3 shpione dibli 4, iq pa pas nevoj. Filoni ka ndru ulcët. Unë dëshe ketë ka me gjytë në bërlok, ka me bli ulcët 3. Si zonë kontët bërloqët e tona. Pse? Mu të regu se këshire qka bona. A vallaj, thashu në javën e kalume. Kur s'na ka ndodhë me pas ma pak misafir. A salonet për mobilje, për dit në qelet ka një e rej. O mitëm të blej mobilje. Ku shullit bënë ato? Dreqe. Shejtonin misafir. Hajtë dhe bëjro ma ka dreq. Që kjo në ka zejtë, o musliman. Mësajde me thmi se kimi mishkoq. Se të qalëm. Mo me thmi se të pikin e kam kashmit 1.000 euro, 10.000 euro, ku disaj pas ka bleja. Qka të vimba e ullësa, aj të pik? Ajo shpije mirë, ajo lusteri shrejt nëse s'ka misafir. Qka të vimbe? Dreqe, ja ka shejtan komentarë. A u dhu billa. Që kjo në ndodhë kur në të bëhe me qalëm gjithë. E fundit, pasimi i qufarve. Kina njëse ato mi pasu. Kina arru shiltet e tona, i kina arru babalartë e tonë si kanë hek, e kime arru atë ketë shta shka në kanë betë, syni gjek, mi bo, mi imitu qufartë. I laj ato që ka të bëjnë në masatimve. Shoqëria më e prish, më e degenerume, që baba se një vladin e vladin se një babën, na i lajtë që ato lakmi. Shoqëri që gjysma janë bo pedera, na i lajtë masatimve me shku. Ato mi përcjetë. Qa kini pa mirë, o vlasnit e ato? Qka shifni mirë të ato? As burni, as njerëzi, as familje, as moral.
Qka shifni mirë për cjela ata? Në meselet e grave, s'po muj me hi se shumë vllazni po ankon. Leneve vllazni gratë në të ankon. Ata flasin për drejtat e grave. Na bit na burat kur flasin për drejtat e grave. Gratë të flasin. Me ina teme di që shumë kushe do mdalet e dera, e lash, s'po foli për masafit që bëjnë gratë, mos po në ankon disa meshkuj.